por me gjithatë do ta shikosh që do rebelohen dhe ato të rritë. Jo se do rebelohen nga dashuria për demokracinë, për idetë, për këto gjërat, se fatkeqësisht nuk i kanë më, siç i kishim ne herë i kohë. Edhe kështu si duket do vika koha, por do rebelohen për realitetin e vetë personale. Ore, këtu do në leni ju në gjithë jetën në opozitë e para punës. E dyta, kush është perspektiva jonë, se këto do i drejtojnë, edhe do rebelohen për këtë punë. Do rebelohen se pragmatizmi politik që i kanë zgjedh i bine kundërshtim me këtë punë, jo se i bine idete. Që po t'i qofsh si për ide, unë s'kam digju këtu ide, as për shtetin shqiptar, as nuk i shqetëson që ishte ky ligj, që me thanë, ram duke se ky ligj është i padrejt, se shpërderoj me mira vota opozitare, jo, ky ligj o i drejt, thot se mrena këtij ligji, thot, unë kanerina, thot, me pikë të kuqe, e kam gjetë kafazin tim. Kështu që kjo është e gjitha, ato nuk janë rebelu për idet që ju shkelën, për lirit. Ja, e dinë si ndodha, e dinë edhe e njofin, po t'ulesh, ku e di unë kafe me ato, flasin njësoj si unë. Puna është që politika gjë publike, atë duhet të thush publik.